Tani do të flasim për një fenomen shqetësues. Policia njoftoi se një banor i Gostivarit i moshës 67 vjeçare, dje rreth orës 14:30 ka tentuar të vetvritet duke u hedhur në ujrat e lumit Vardar, por fatmirësisht është shpëtuar nga kalimtarët e rastit. Është regjistruar një tentim vetvrasje në regionin e Gostivarit. Policia njoftoi se një banor i Gostivarit i moshës 67 vjeçare, të mërkurën rreth orës 14:30 kishte tentuar të vetvritet duke u hedhur në ujrat e lumit Vardar. Ngjarja kishte ndodhur afër urës së re Premetali në afërsi të spitalit të Gostivarit. Ai ishte hedhur në lum, por 4 kalimtar të rastit, 3 nga të cilët të moshës së mitur, kanë vërejtur tentimin e tij dhe kanë arritur që ta tërheqin nga ujrat e lumit. Pasi është larguar nga ujrat e lumit, ai është dërguar në spitalin e Gostivarit dhe pasi është dhënë ndihma e parë mjekësore, është lëshuar në kurim shtëpiak. Nga policia e Gostivarit thonë se janë duke punuar në zbardhjen e rastit dhe hulumtimin e shkaqeve që çuan deri tek vendimi i 67 vjeçarit për t'i dhënë fund jetës së tij duke u hedhur në lum. Mësohet se personi në fjalë për një kohë të gjatë ka pasur probleme mendore. Tentimet e tilla për vetflijim janë një dukuri në rritje në regionin e Pollogut. Vetëm gjatë vitit të kaluar u evidentuan 42 raste të tilla, nga të cilat 8 në Tetov dhe 34 në Gostivar. Në shumicën e këtyre rasteve, konkretisht në 36 nga ato, personat kishin tentuar të vetflijohen duke konsumuar tabela barnash dhe lënë toksike. Në një rast, personi kishte tentuar të priste damarët, ndërsa në një rast tjetër duke u varur me litar. Shqetësuese paraqitet fakti se në 8 raste, personat që tentuan të vetvriten kanë qenë të moshës së mitur nën 18 vjeç, ndërsa 22 të tjerë që tentuan të vetvriten nga aventura e tyre posuan lëndime serioze shëndetësore. Ndryshe, në regionin e Pollogut vitin e kaluar ndodhën gjithsej 17 vrasje, nga të cilat 14 në Tetov dhe 3 në Gostivar. Pjesa dërmuese e tyre duke u vetvra, 3 nga ato duke përdorur armë zjarri, një duke u hedhur në lum dhe një duke u helmuar e të tjerë, ndërsa 16 persona të vetvrar kanë qenë të gjinisë mashkullore, kurse njëra prej tyre ka qenë femër. Shumica e tyre kanë qenë të moshës mbi 30 vjeçare. Sipas evidencave të policisë, arsyet më të shpeshta të vetvrasjes kanë qenë problemet mendore, problemet familjare, ndarjet nga lidhjet e dashurisë, suksesi i dobët në shkollë dhe të tjera.